Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh, vlezër të nderuar, motra të respektuara. E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelalu, i cili na mundsoi me trajtu shkencën e tajvidit. Tash në fund po kam dëshirë me lejen e Allahut Azza wa Jall që së bashku ta ushtrojmë atë që kemi mësuar, që kemi trajtuar në një ajet të Kur'anit i cili përmban me të vërtet shumë rregulla të tajvidit dhe të shikojmë së bashku në aspektin teorik, po edhe në praktik, sepse në fund me lejen e Allahut Azza wa Jall do ta lexoj ajetin plotësisht. Gjatë studimit të ajetit, kur t'i përmendim rregullat e tajvidit, do t'i shihni në ekran me lejen e Allahut Azza wa Jall edhe mësimet në mënyrë të detajuar që kemi shpjeguar dhe keni pastaj mundësi me u kthy tek mësimet bazike. Ajeti të cilin e kam zgjedh që ta lexojmë së bashku dhe t'i nxjerrim shumicën e rregullave të tajvidit është ajeti 95 i surës El-Maide, pasi që në këtë ajet janë përmendur shumë rregulla të tajvidit. Dhe këtu e kemi edhe vllaun Esmeraldin, i cili prapë do të na shoqërojë me lejen e Allahut Azza wa Jall në këtë mësim. Prandaj po fillojmë inshallah. Në fillim tash po e shohim këtu me një herë në start një rregull i rëndësishëm i tajvidit, ya ayyuhalladhina amanu. Faktikisht në këtë fjalë që përmenda janë o ju që keni besuar, i kemi dy rregulla bazike të tajvidit që kemi mundësi me i përmend. Fillim, po e shohim se këtu e kemi një elif, shkronjë e zgjatimit, pastaj po vjen një hemze, ejuha në fjalën tjetër. Kemi thonë se kjo është zgjatimi apo el-med el-munfasil, i shkëputur. Pse i shkëputur? Sepse kjo është hemza që po vjen pastaj, po vjen domethënë me harake edhe po vjen në fjalën tjetër. Ndërsa te el-muttasil që është i bashkuar apo i ngjitur, aty kemi thonë se është me një fjalë. Do ta përmendim më vonë, sikurse për shembull was-samaa'i. Domethënë në një fjalë po vjen pas medit po vjen hemzeja. Pra këtu e kemi, siç po e shihni edhe ju në ekran, vëllezër të nderuar, e kemi edhe kjo zgjatet 4 apo 5 zgjatime sipas transmetimit të Shatibiut. Ya ayyuhalladhina, këtu alladhina, tash e kemi hemzatul wasl nalt, nëse ja nis prej ktujit, atë duhesh me shqiptu hemzën, ama nëse lexon ç'ish duhet me lexu faktikisht, atëre e bën hemzatul wasl që lidhet, që nuk lexohet pastaj kjo hemze këtu, porse vazhdohet me prej ha në do të thonë ledhine, ya ayyuhalladhina, halladhina dhe shtrengohet, pasi që kemi sheddën këto. Pastaj amanu, edhe këtë e kemi sqaruar, e kemi shpjeguar dhe ju del tash në ekran. Kjo është zgjatimi medul bedel, sepse pas hemzës vjen normal një hemze tjetër që është me sukun, edhe kjo shkrihet pastaj edhe e merr bëhet med natyror, amanu. Ama pasi që ka ndodhur ky ndryshim, do thonë prej hemzës që është me sukun, atëherë u bë amanu, e kanë thonë se është medul bedel, zaventsues, që është zaventsu, domethënë. A mundesh me lezu pas me ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Amanu. Mirë. La është, më thonë, med natyror, është la taqtulu. Shikoni, kjo është rregulla el-qalqale. Shohën e qalqale, të cilët janë qutbu jad. Mos harroni kur el-qalqale që duhet, do të thonë, të tingëllon pastaj ai zëri. Taqtulu, si kemi thonë si në gjuhën shqipe, ë-ja, një ë, do të thonë, që pason me një z. تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Këtu tash e kemi nëse ndalemi, nëse shmi ndalë, është për me kazu si rregull, sikur të shmi ndalë, la taqtulu الصيد, të del, nëse shmi ndalë, atëre ishmi dash me lexu med lin, që mund të zgjatet 2 lëvizje, 4 lëvizje apo 6 lëvizje. Mirë, por na nuk ndalemi, veç për me tregu si rregull që kishmi mujtë më ndalë, la taqtulu الصيد.
sikurse tek që kemi shpjeguar tek li ila fi Quraysh, aty faktikisht duhet të ndalemi dhe e praktikojmë me lin. Këtu na nuk ndalemi, pasi që nuk është vendi kështu edhe i posaçëm për më ndal. La taqtulu s-sayda wa antum hurum antum. Këtu e shohim tash prapë një rregull tjetër, prandaj kjo ajet është shumë e rëndësishme sepse ka shumë rregulla që kemi mundësi ti nxjerrim. Antum është rregulli i ikhfas. Do të thonë pas nunit sakin po vjen një te, edhe kjo është rregulli i ikhfas, domethënë. Pastaj antum hurum, pas mimit po vjen hurum, ha është prej idharit, domethënë që do të shqiptohet patjetër. Pastaj vazhdon ajeti, këtu tek shenja e ndaljes është gjim, këtu kemi mundësi të ndalemi apo të vazhdojmë. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am. Po ndalemi këtu. Tash këtu e kemi wa man qatalahu. Këtu do të thonë te nuni, se nuni sakin, kemi rregullin e kemi mësuar tek rregulli nuni sakin dhe tanwin, nuni pa theksuar dhe tanwin kur vin pastaj shkronjat, kemi ndajt në 4 kategori që kemi shpjeguar, që është idghami, që është ikhfaja, që është iqlabi dhe idhari. Mirë po, këtu e kemi ikhfa. Qatalahu, kjo është med sile, pas domethënë ati, qatalahu atë, qatalahu është një vav i vogël që po e shihni në Kur'an gjithmonë kur janë dini se është med sile. Këtu tash pas has me dhamme po vjen një mim. Tash kjo është e vogël apo e madhe? A hyn në med sile sughra apo e kubra? El kubra. E vogël. E vogël. Mirë, pasi që sikur të ishte e madhe, kish pas me ardhur një gerë me hemze. Me hemze. Amo këtu e kemi me mim, minkum, prandaj është, më thonë, qatalahu zgjatë 2 herë. Qatalahu zgjatë 2 herë. Është me të sile sughra, e vogla. Apo medi lidhës, apo zëtimi lidhës i vogële. Minkum, pas nunit me sukun prapë po vjen këtu, pra nuk e përmendni prapë se e kemi shpjeguar dhe më herët, këtu e kemi përmendur si shembull. Më thonë këtu një shembull në këtë kategori, domethënë, minkum, kjo është prapë ikhfa. Minkum edhe zgjatë 2, domethënë. Me këtë rezonancën e hundës, domethënë me këtë tonin hundor apo zërin hundor, minkum 2 herë duhet zgjatet. Pastaj domethënë minkum këtu e kemi tash idgham të plot, minkum muta'am, prap kjo me tashdid, muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am. Muta'ammidan fajaza, këtu muta'ammidan pas tanwinit, edhe i shihni për me lehtësu juve në Kur'an, gjithmonë e shihni pak që kanë ardhur në tanwinin në mënyrë të shtrembër. Don këtu është ikhfa. Kemi këtu punë me rregullin e ikhfas. Më parë përmendëm med el munfasil, tash kemi el med el muttasil, që është i bashkuar, pasi që po vjen hemzeja pas shkronjës së medit. Domethënë këtu e zgjasim 4 apo 5. Nëse e bojmë tek munfasil 5, këtu do të bëj 5. Nëse e bojmë atje 4, unë gjithmonë nuk më këshillu që ta bëni 4. Sa keni një standard 4, edhe el munfasil edhe el muttasil ta bëni 4 lëvizje. Mithlu ma qatala minan na'ami, kjo është idgham. Domethënë përshkrit edhe kjo është prej nuni, këtu që ka ardhur tash me tashdid që po e shihni është prej el huruf el ash-shamsiyya, prej el huruf ash-shamsiyya që shkrihet domethënë. Yahkumu bihi, prap këtu po vjen bihi, kemi thonë, tek personi i tretë, bihi, po vjen dhewa, këtu zgjatet po ashtu 2 herë. Por këtu kjo është med sile as-sughra që zgjatet domethënë zgjatet 2 herë. Medi lidhës i vogël. Dhewa adalin, që adel, kemi thonë që është qutbu jed, përshkruajmë qutbu jed që është qalqala. Qalqala. Adalin këtu po lidhet, po bëhet idgham, minkum, tash kemi prap këtu një ikhfa.
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. Kjo rregull tash, hedjen bel, po shihni një mim të vogël, kjo pas tenwinit hedjen ka ardhur be. Kjo është iqlab. Kjo është iqlab, është vetëm me be. Andaj është shndru nuni në mim. E këtu e kanë vendosur një mim. Në Kur'an e shihni shenjën e vogël që po del në ekran, po i nënvizohet. Është shumë e rëndësishme, ajo po ja sqaron juve se është iqlab. Tek iqlabi këtu e ta keni kujdes pasi që bëhet mim, vazhdoni prej mimit në be, sepse e ka një dalje të njëjtë ka. Mim edhe be prej buzëve. Hedjem balighal ka'bati au kaffaratun ta'amu masakin. Këtu kaffaratun, te këtu e kemi tash një rregull tjetër, ikhfaja. Ikhfaja më këtu duhet mirë të botë e ronë, të kaffaratun, se për taj është për shumë të ronda. Mos thot ta'amu, më më gabu kjo është gabim. Ta'amu po ta'amu, ta'amu masakina au adlu, prap adlu. Çfarë rregull është kjo? Qalqala. Adlu dhalika siyaman liyadhuqa. Tash është më rëndësi kjo është një rregull tjetër që e kemi tek këtu tenwin kemi, e dim të pas tenwinit dhe pas nun sakit kur vijnë në shkronjë të ndryshme, këtu po vjen çka, po vjen lam. Këtu e kemi idgham bila ghunne, do të thonë pa ghunne, këtu shkrihet, totalisht shkrihet. Edhe tek idghami kemi thonë një shkronjë yarmelun. Tek yanmu aty e kemi me ghunne, ndërsa tek lami dhe raja e kemi pa ghunne. Sigurisht për shembull tash një shembull tjetër që kemi mundësi me përmend me shkronjën në ra, për shembull min rabbihim lexohet mir rabbihim shkrihet. Apo për shembull tash me lam me një shembull tjetër walakin nun masakin me sukun la walakin la. Këtu kemi siyaman li shkrihet totalisht. Siyaman liyadhuqa waba. Jo liyadhuqa, se që mund të me gabu shumë, liyadhuqa, jo liyadhuqa. Shkurt ama me rëndësi ka të lexohet. Liyadhuqa wabala amrih. Tash kemi nalt, shkënqeni ndalet qif aula. Që më thon qaf me një lam që nalt. E kemi shpjeguar këtë tek rregullat e ndalesës, shenjat e vogla të ndalesave, që keni mundësi tash me pa në ekran edhe shtypni, nëse doni me këshir detajisht videon, keni mundësi ta shtypni dhe ta shikoni pastaj. Wabala amrih. Nëse kishmi vazhdu, emrihi i dash me zgjat, ishte me të sile sogra, se ishmi dash me zgjat. Pastaj këtu, iltiqa'u sakinain, kjo është më rëndësi, afallahu alifi me një sukun tjetër, do të thonë për me elif, që shkronja është e zgjatimit. E kemi një sukun. Pastaj vjen poshtë një sukun, kështu që dy sukuna nuk bashkohen. Çfarë do të më bëj kjo fshihet afallahu, shpejt, afallahu, ama tash kur janë kështu tash nuk është, do të thonë bashkimi i dy sukunëve, te kjo fjala tjetër duhet me shqiptu qartë me dinatyror. Amma salaf. Jo Afallahu, këtu do të fshihet domethënë elifi. Afallahu amma salaf. A kuptove? Thuaj çto afallahu amma salaf. Afallahu amma salaf. No, aynin më shiftu mira. Amma salaf. Amma salaf. Salaf. Mirë. Pastaj vazhdojmë. Tash e shohmi këtu pas shkruajnë selefe, e shohmi një gjim, do thonë përmbe e shohmi një gjim të vogël. Kemi thonë se kjo është rregulla që tregon se mundesh mu ndal ose mundesh me vazhdu. Nëse ndalemi, amma salaf, kështu këshilloj, po nëse vazhdojmë, edhe ajo lejohet njëjtë, domethënë lejohet amma salafa wa man aada fayantaqimu Allahu minhu. Po na ndalemi, okay? Pastaj kemi wa man aada, këtu e kemi qartë pas nunit me sukun, po vjen ain, edhe është prej rregullës
idhar. Idhari, po. Idhar. Prej shkrimave të idharit i kemi ain, ghain, Ain. ha, kha, hemze dhe he. Këtu kemi artash, kemi një ain, wa men, pandaj duhet të shqiptohet qartë nuni, të ndihet qartë. Wa men aada fejenteqimu Allahu min. A mundesh me përsëritet? Wa men aada ومن عاد فينتقم الله منه فينتقم الله منه فينتقم الله من. Këtu e kemi prap një ikhfa, se pas nunit me sukun, po janë te. Kështu që është prej rregullat e ikhfas, do të thonë që duhet të fshehet. فينتقم الله منه فينتقم الله من. Kafin duhet pak më mirë me shqiptu. فينتقم الله منه فينتقم الله من. Prapa kemi shenjën e gjimit që mund të mundalë ose me vazhdu. Nëse kish me vazhdu, فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Këtu tash kemi wallahu azizun, këtu kemi prap ikhfa. Prapa kemi ikhfa, dhun tiqam, sepse pas nunit me sukun po vjen te. Këtu tash në fund e kemi med arid lis sukun. Medi, zgjatimi me një sukun të përkohshëm. Pasi që po ndalmi në fund, e kemi përpara një shkronjë të zgjatimi që është elifi, se na e dim shkronjët e zgjatimit janë elifi, je edhe waw. Këtu e kemi elif, apo? Prandaj kemi mundësi të ndalmi me 2, me 4 apo me 6, sikur se med lazim, sikur med i detyrueshëm. Prandaj kemi mundësi të bëjmë dhuntiqam apo dhuntiqam apo dhuntiqam. Do kemi mundësi kështu, apo edhe qysh e përmenda, po unë e këshilloj me qenë me 4 lëvizje, dhuntiqam. Ky është pra ajeti që e përmban me të vërtet shumë rregulla të tajvidit që e patë edhe jo shikues të nderuar. Ju këshilloj që kursin e tajvidit ta shikoni më shumë se një herë, se çdo mësim duhet ta shikoni disa herë që me të vërtet që forcohet edhe aspekti teorik, sepse më e rëndësishme është natyrisht është aspekti praktik, që në praktik mos gaboni që ta lexoni me rregulla sipas rregullave të tajvidit dhe sakt, por se shikoni sa më shumë videot që të ushtroheni dhe që të keni të përforcuara në mendje rregullat e tajvidit edhe në aspektin teorik. Tash me lejen Allah Azza wa Jall, në fund do ta lexoj edhe një herë ajetin komplet, edhe e shihni juve ju del tash edhe arabisht, edhe në gjuhën shqipe me lejen e Allahut Azza wa Jall. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Alhamdulillah. Vëllezër të nderuar, Allahu ju ruajt, Allahu ju bekoft, Allahu të shpërbleft edhe ty vëlla i nderuar Esmerald që na shoqërove deri në fund të këtij kursi. Lutë Allahun Azza wa Jall që ta bëjë kurs të sinqert, që ta bëjë kurs të bereqetshëm, të begatshëm, dhe ju shikues të nderuar mos harroni ta përhapni edhe tek ata që i njihni, sepse e dini shumë mirë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
ad-dalu ala khair ka fa'ilihi, ai që aludon dikë, udhëzon dikë në një vepër të mirë, e ka shpërblimin e atij që e praktikon. Prandaj bëhuni për atyre të cilët e shpërndajnë, përhapni dhe merrni edhe ju shpërblimin e të gjithë atyre të cilët pastaj e mësojnë dhe veprojnë sipas rregullave të këtij kursi me lejen e Allahut azza wa jall. Allahu ju nderoft, Allahu ju bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.